A e doni Shqipërinë me president? Për sa arsye po e them. A e shikoni këto dy partit janë bashkë. Kanë bërë një president, një kryeministër. Shikoni këtë bashki që është këtu të dashur shqiptar. 500.000 njerëz marrën, duhet të jenë tepër se 150. Marrën për të vdekurit e tyre, për fisin e tyre, marrën për atë gjakun tuaj, dirsën tuaj. Prandaj unë kërkoj nga ju të ngrini dorën nëse ju jeni vullnetarisht. Të thoni që do bëjmë me president, do të jenë 80 deputet, 41 senator. Të dashur shqiptar, mos keni frikë për sot e tutje. Mos keni frikë kur. Shqiptarët kanë luftuar me shekull. Vërtet jemi thyer me shekull, po amas se kemi kthyer kurrizin kur. Vërtet u vonua Shqipëria të bashkohet, sepse rënja e murit të Berlinit u bashkua Gjermania. A herë kur u bashkua Gjermania, plani tjetër është i soqëm, bashkimi i Shqipërisë me kufin natyror. Të dashur shqiptar, ne nuk mund të harrojmë qamërinë e bukur tonë. Ne nuk mund të harrojmë karvanin nga Qamëria deri në ulliqet e Vlorës, duke vrarë grekët. Unë i them kryeministit grek që është racë shqiptare, ule kokën dhe i kam thënë që ditën që kam ardhur këtu në Shqipëri, edhe më s'po vjen me, këtu janë shqiptare që urdhojnë o grek shqiptar, o grek në Greqi. Eja edhe hikja të skulpturën që e ka vënë, atje është toka e Skënderbeut. Hikje skulpturën, të dashur shqiptar, janë hapur varre në të 4 anët në veri, në jug. Varret kanë hequr koskat e patriotëve shqiptar dhe gjoja kanë qenë të grekëve, që s'është e vërtet. Ditën që bëhet qeveria nuk do ketë asgjë. Jeni të bindur të dashur bashkëdhetar shqiptar. Shqipëria është e shqiptarëve. Shqipëria do të jetë dhe është me shekull. A e shihni të dashur shqiptar presidenti që keni në Shqipëri? Ju nuk e keni votuar, zgjedhur. Vjen një president nga Turqia. Vjen aty ai generali i emëruar, heq skulpturën e Skënderbeut sepse vjen një fytyrë e Turqisë. Harrovi Turqia që Skënderbeu ishte dhe iku dhe erdhi çlirovi Shqipërinë. Ai president të dashur shqiptar, vjen presidenti i Francës, një ordiner, dhe i mban ambrellën të pikonte shiu. Që në të kundër, ai francezi t'ja mante ambrellën. Ne jemi stërnipat e Napoleonit, ne jemi stërnipat e Aleksandrit, të Teutës, të Skënderbeut. Të dashur shqiptar, nuk ka më kohë për ju. Të rinj të shqiptar i pat vetë fëllezat si flasën, din nga 7 gjuhë. Kurse parlamenti dhe qeveria që është nuk din edhe shqipen mirë, sepse janë ignorant. Është llumi i llumit të Shqipërisë. Të dashur shqiptar, unë kërkoj nga ju, qeveria do bëhet me president me vota të lira nga shqiptarët, jo nga populli. Ajo, populli është një fjalë tjetër. Edhe ambasada e shkrojti, populli votovi, po jemi me shqiptarë, që është fjala shumë e madhe. Sepse u tallu me ambasadoren tonë Jurin Kim, i thanë Kimete, këta fytyra e shëmtuar. Të dashur shqiptar, ju keni vojtur më shumë nga disa gazetarë analistë që kanë qenë me gratë toger në kohën e Enver Hoxhës, janë për televizor. Televizorit nuk janë të shqiptarët, po do kthehen me ditë do t'jenë tuaj. Unë e kam thënë e një intervistat e mia që në tërë Shqipërinë, që në Bregdet, që në kufijin tonë në Malëzi,
dhe deri të kufin me Greqinë, po ne jemi deri në Çamëri, janë hotele dhe mbrapa hoteleve janë vila. Janë 1.200.000. Nuk janë të shqiptarëve të merë. Janë të atyre zuzusve që erdhën para 3-4 javë këtu. Do t'i kini ju duke të endur. Toka shqiptare është në dorë të shqiptarëve. Nuk ka me Çuçill të firmosi e Stalin. Po ka shqiptarë dhe shqiptarët janë kudo. Ne jemi në Amerikë, ne jemi në Evropë, ne jemi në Shqipëri. Prandaj të dashur shqiptar, unë kërkoj nga ju. Kur të bëhet me president, do bëhet me 3 drejtori. Drejtoria e policisë. Ne nuk i heqëm policat e thjesht që s'kam bukë të hanë. Venë më shtëpi dhe përfolin me familjet e tyre që s'kan qa shpirt. Ata, brenda një muaj, ata nuk u del për të blerë e për të pa struar plaçkat e tyre. Më falni, policia, rroga me vogël që do t'jetë $1.200 në 2 javë. Dhe pensioni do t'jetë $600 të sigurt, plus eksperiencë të tjera për të marrë. Profesore, unë i bëj një lutje prej këtush. Profesorët e vjetë, të dashur profesorët të vjetë, mësues të vjetë, hajdeni përsëri një mësim. E di që jeni në pension, e janë se shkollat tone janë mbyllur qëllimisht me droga, janë mbyllur qëllimisht që kultura tonë të zhduket. Jo, jemi gjallë. Të betohem para jush, nuk do të ketë drogë në tokën e Shqipërisë. Asnjëherë kur, ama se gjbejnë, artistat tonë, matandetit pak na intereson. Ashtu si na kanë elmuar le të elmojnë. Të gjithë shqiptarë, do bëhen 3 drejtori të përgjithshme. Drejtoria e policisë duhet të jenë mbi 20 vjet. Nuk do hiqen këta që janë, do hiqen ata shefat e tyre që janë me urdhër, e bëjnë një policë shef dhe e thonë të japëm $300.000, hajde shko në Vlorë, shko në Korçë, bëjnë pazar. Parat e tyre janë me thisë. Parat do t'jenë tuaja. Pra policia do të ketë për 20 vjet garanti, nuk ka rëndësi cila qeveri do t'jetë. Ne kërkojmë 3 drejtori. Drejtoria e dytë do t'jetë FBI-ja shqiptare, pavarësisht se sot quhet kombëtarja. Do t'jetë me të rinj. Unë ju bilutje të gjithë të rinjve, që janë ekonomistë, që janë juristë, duhet të jenë në byron kombëtare. Pavarësisht se këto ditë mendojnë të zgjedhin, të dashur bashkëdhetarë. Duhet drejtoria e policisë, një drejtori e shkëlqyeshme që të mbrojë kombin dhe të shkojë dhe në Evropë. Pra, drejtoria e tretë që do të jetë më e rëndësishme, pothuaj në globin toksor. Drejtoria e inteligjencës. Shqiptarët janë të aftë. Shqiptarët dinë gjuhë. Pra unë u bilutjen e janë sa më parë të regjisojnë. Dikush më të thotë nga ju, o mërë më, këj Pilinçi, a është i çmendur, qa fletë shumë? Do me të dashur shqiptarë. Pilinçi